Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Falenderojmë Allahun Zotin, krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu t'i lutem të na dhurojë dijet dobishme, të na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë të na mundsoj furnizim të pastër dhe halal. Zotit i lutem që dia që ne marrim dhe japim të jetë argument dhe dëshmi për ne ditën kur të takojmë Zotin, të jetë ndërmjetësues për ne atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër dhe me vepra të mira, qofshim për këtyre njerëzve. Amin. Atëherë po rifillojmë inshallah ciklin e ligjëratave mbas Ramazanit, mbas kësaj gjysme të muajit që ka kaluar, duke shpresuar që ata që e kanë pas në plan 6 ditëshin e Shawalit ta kenë mbaruar ose të jenë në mbarim e sipër, inshallahu taala. Ndërkohë që po fillojmë me pyetjet të cilat i kemi të regjistruara, nëse vëllezërit ose motrat kanë ndonjë pyetje, mund të pyesin direkt me shkrim ose me dorë. Është përhapur së fundmi, thotë pyetja e parë për sot, një fetva e Sheikh Albanit ku thotë se edhe xhamati që falet mas imamit duhet thotë semi Allahu limen hamide. Po ky është një mendim faktikisht, edhe një nga mendimet e Sheikh Albanit, ndërkohë që ai vetë në librin e tij thotë të kundërtën, që thotë xhamati nuk thotë, dhe kjo është më e sakta. Kjo është më e sakta. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dhe kur imami të thotë semi Allahu limen hamide, ju thuni Rabbena walakal hamd. Është hadithi i qartë, hadith i kthjellët i qartë edhe i pastër. Ndërsa ky mendim i tjetër i Sheikh Albanit, edhe ky është i mbështetur në një hadith, po faktikisht ky hadith nuk është mënyra e argumentimit me të fort koncize. Thotë, nëse imami vjen nëse keni imam, thoni siç thot imami, pra me kuptimin përsëritni fjalët e imamit. Por ky hadith është i përgjithshëm dhe vjen hadithi i dytë, ai i cili e përcakton. Dhe ka një rregull që thot, kur vjen një argument i përcaktuar, merr përparësi ndaj argumentit të përgjithshëm. Pra hadithi që thot thoni çfarë thot imami, bëni çfarë bën imami, është i saktë, po është hadithi i përgjithshëm. Dhe vjen hadithi tjetër që e specifikon. Cili është specifikimi? Dhe kur të thot imami semi Allahu limen hamide, ju thuni Rabbena walakal hamd apo Rabbena lakal hamd. E njëjta gjë vlen edhe për aminin mbas imamit. Është një fetva e përhapur e Sheikh Albanit që thot masi të mbaroj imami. Mirë po dhe Sheikh Albani në librin e tij, po edhe në fetvat e tij të tjera. Po përmbahemi sepse është përmend emri i Sheikhut, se përndryshe edhe në mëdhëbet i kanë këto opsione. Thot hadithi që bie ndesh me këtë gjë, thot dhe kur të thot imami wala dhalin, thuni amin, hadithi sakt. Atëherë hadithi tjetër që thot dhe kur thot imami wala dhalin amin, thune amin, se kujt i përputhet aminit i me aminin e imamit apo atë transmetimi tjetër me aminin e melajkeve i falen gjunat, nënkupton përputhjen njëkohësisht me imamin. Sepse është e pamundur të ketë përputhje nëse nuk thuhet mas wala dhalin. Nuk mund të ketë përputhje nëse nuk thuhet mas wala dhalin. Pra se unë të pres imamin që ai thot amin, pastaj të them unë, ky hadithi që përmend tani bie poshtë. Për këtë arsye thot një rregull në mënyrën se si argumentohet besimtari, thot el-i'malu awla min al-ihmal. Vënia në jetë e të gjitha argumentave është më përparësore se sa vënia e disa argumentave në jetë. Pra në këtë rast ne i vëmë në jetë të dy argumentet, edhe argumentin e përputhjes të zërit të xhamatit me imamin dhe zërit të xhamatit me zërin e melajkeve, në momentin që zbatojmë hadithin, dhe kur thot imami wala dhalin, thuni amin.
Për këtë arsye, ndodh kjo me dietarët, ndodh kjo me medhebet, që për një çështje të kenë dy mendime. Sepse varet nga momenti se si e ka, si më thon, perceptu, gjyku, se si e ka analizu. E përderisa ka dy opsione, nga i njëjti medheb, apo nga i njëjti hoxh, apo nga i njëjti dietar, atëherë do të thotë që ka hapësirë që njeriu të veprojë. Por unë mendoj që është më e saktë ajo që tham. Pra, kur imami thotë wala dallin, ne duhet të themi amin bashkë me imamin, zbatojmë hadithin e përputhjes. Shqip mos është pa qefa i vllai. Shqiver. Çau shpirt, çau zemra. Çau shpirt në trem, them se ka atë fikë shpirt. Edhe hadithin e melajkeve, pra hadithin edhe përputhjes aminit me imamin dhe me melajket, pra kjo është edhe hadithin që thot kur të thot thuni. Po kështu edhe hadithi i semi Allahu limen hamide, kur thot imami semi Allahu limen hamide, thuni Rabbana walakal hamd, i jepet përparësi ndaj hadithit kur të thot imami boni siç bën imami apo veproni siç bën imami. Kur kam qenë e vogël, kam pas parë një ëndër të keqe tek pusi i shtëpisë, një person tregonte çfarë kishte ndodhur në shtëpi. Dhe unë ja tregoj një djalë që kishte mbaruar në arabi për hafiz. Dhe më shkruan një letër dhe thotë: "I hidhen në pus sepse dhe në kohët profetit alayhis salam tha profeti jon ja ka hedh një letër lumit që nuk buronte më dhe ai filloi të buronte. Dhe doja të dija nëse kam bërë shirk me letrën që ja kam hedh apo jo." E para gjë, ky duhet arrestu, ky tipi që ka folë kështu, duhet fut në burg. Pra në momentin që themi njoni që ka marrë në arabi për hafiz, këtu filloi legjenda. E para gjë, dyta gjë s'ka lidhje, e treta gjë s'ka ndodhur kohët pejgamberit, e katërta gjë thuhet që ka ndodhur kohën e Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu. E pesta gjë, ky nuk është as pejgamberi, ky Derdemeni, as nuk është Omeri, a kupton? Ky thjesht është njëri që duhet fut në burg, duhet arrestu, që të binë njerëzit e rehat për sherrit të tij dhe ignorancës dhe padijes së tij. A lejohet që të lutemi për jo besimtarët, të cilët kur kanë qenë gjallë na kanë ndihmuar shumë financiarisht e kështu me radhë? Jo, nuk na lejohet. Lutemi për ata sa janë gjallë që Zoti t'i udhëzoi në Islam. Por mas vdekjes, thot Allahu në Kur'an, wala taqum ala qabrihi, mos u fal te varret e tyre, mos u lut te varret e tyre kurrë. Pra ka ndaluar Zoti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që më u lut tek varri i jo besimtarëve apo i hipokritëve. Thot Zoti në Kur'an: "Oma kana linabiyyi walladhina amanu yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba." Nuk i lejohet profetit edhe besimtarëve që të luten për jo besimtarët edhe nëse janë gjaku i tyre dhe njerëzit e afërt. Të afërmëve të mi para disa ditëve u ndodhi një ngjarje që u rrëzuan disa veta të një familje brenda një dite. Dhe për këtë punë do të therrin 100 dhe ata therrën 100, më fal, dhe na kanë shpërndar neve. A e kam haram të ha mishin që na kanë dhënë? Po shfaj ka 100 shkret që ja hoqën kokën. Mirë këta qenë të hik për petlla. Po shfaj ka 100 që pasën bërë kurban. Apo e bën kurban 100 që të shpëtojnë për herë tjetër. E rëndësishme, nëse e kanë bërë kurban 100 si formë falënderimi për Zotin që ta shpërndajnë mishin si sadaka, jemi okay, nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse e kanë bërë kurban 100 e shkret që të shpëtojnë nga të këqijat e t'ju marrin të ligat e mos të rrëzohen herë tjetër, atëherë 100 ka ikë për mëllëja, edhe ky mish pastaj nuk lejohet që të hahet. Ky mish nuk lejohet që të hahet. Nëse e kanë bërë me niyet besytnie, ama nëse e kanë bërë me niyet për hatër të Zotit, që më shpërndat varfërve si një formë falënderimi ndaj Allahut, për ta shpërndarë si sadaka, lejohet.
Varet nga njeti, pra, varet se çfarë njeti kanë pas. Njerëzit që vënë për vende të shenjta, që konsiderohen të shenjta nga njerëzit, si për shembull, ka përmend këtu disa xhamia, disa teqe, disa kisha me emra, i ka përmend kështu me radhë, xhamia të vjetra, kështu kisha e teqe kështu me radhë. A lejon të tilla gjëra, thotë, nëse besohet se Zoti është një i vetëm? Jo. O do të besosh Zotin një të vetëm, ose do të bish në paganizëm dhe idhujtari. Nuk shkojnë të dyja. O Zoti një i vetëm pa shok, o këto muhabetet. Nuk bashkohet, o vëllezër, shirku dhe monoteizmi, nuk bashkohen. O do të jesh besimtar në Zot, e ta kesh shpresën në Zot, e besimin në Zot, e ti lutesh Zotit, e ti falësh Zotit, o do të shkosh ke këto muhabetet e tjera që janë përmend këtu, të cilat e nxjerrin njeriu nga feja. Po mirë, këtu është përmend dhe i xhami, për shembull, s'ka çfarë lidhje ka. Kur shfërkohet ke i xhami, apo rrotullohet ke xhamia, apo shkon në qiri ke xhamia, shirk ka bërë, edhe pse është xhami kjo gjëja. Pra, ne nuk e kemi problemin tek objekti. Ne e kemi problemin tek akti. Akti është shirk, akti është idhujtari, akti është paganizëm. Dhe kjo gjëja nxjerr njeriu nga feja, qoftë teqe, qoftë xhami, qoftë kish, qoftë çfarëdo gjë qoftë. Kështu që nuk i lejohet muslimanit. Nuk i lejohet muslimanit kjo gjë, sepse Zoti thotë në Kur'an, duke drejtuar pejgamberit alayhis salam, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk." Të kemi shpallur ty dhe gjithë profetëve përpara teje se nëse bën mëkatin e shirkut, idhujtarisë, paganizmit, besutnive, Zoti do t'i shemb, do t'i tres, do t'i shfaros të gjithë veprat e mira që ke bërë. Allahu na ruaj. U bë sot një diskutim kur hidhet ushqim, a është me fe ta puthësh bukën 3 herë para se ta hedhësh, apo është tradit? As fe, as tradit, as i gjao, bidat, sajes autoktone, legjend. E ka puth dikush dhe tani e puthin të tjerët mbas tij. Nga ka mbet, si ka ardhë, nga ka ardhë, unë nuk e di këtë mohabet, por e vërteta është që buka, nëse tepron, është mirë mos hidhet. Po të mbahet me i qesën vete, edhe të vendoset diku që të përfitojnë prej saj ata që kanë kafsh, ata që kanë bagti, ata që kanë që i mbledhin, edhe ose kur shkosh në fshat, për shembull në fshat, e hedh atje ta hajnë gjëja e gjallë. Në ka vdek nëna e babait, pra në ka vdek gjyshja, thuj gjyshja nëna e babait. Dhe mami im ka lëshua të dite që ka ndru jetë gjyshja, pra pulën me gjithë zogj, dhe gjithë njerëzit kanë thënë është keq, nuk bën. Do thonë pula me zogj ta ditë duhet ngordhin. Lopa me viçat duhet ngordhin, delja me qingjat duhet ngordhin, pse ka vdek dikush ke shtëpia. S'ka kush e arreston, çfarë më bë? S'ka kush e fut në burg. E afërmja ime vjen për ditë në shtëpinë time dhe hyn me kpucë deri tek televizori, deri tek tavolina e bukës me kpucë. Përveç higjienës thotë që na e prish, unë është se falem thotë në tapet dhe në të qylym. Nuk di që ti them dhe si t'ja them sa ma ka sjell shpirtin fyt. Thuj, tha hoxha që iqi këpucët ke dera. Thuj me gru, thuj. O motër, thuj, o x e y, qa mund tjeta, qa mund ta kesh, kunat apo kunatic. Thuj, iqi këpucët se këto ne falemi, lutemi, pisliku e të gjitha. Ose kur ti shkoj si ke shtëpia, vish çizmet me baj galopësh, edhe futju deri ke dhoma gjumit. Në thuj, kështu ma bon dhe ti mu kështu po ta bëjën ty, qa ti bëj thot. Shkruja ty ke dera, ish një këpucët. Elhamdulillah. Është një grua që shef fall me sheqer. E kam të lagja ime, unë e kisha shumë frikë qa bon të ajo.
Tani Ramazan ai iku në Mekë, po atje ishte smur dhe u kthye smur. Çfarë do të thotë kjo? Ndërkohë që ajo prap vazhdon të shofi, ajo vjen te puna ime dhe mburrë dhe bëj këtë, shëroj këtë. Unë i them nuk merrem me këto gjëra, po prap ndjej frikë. A më bën dot keq ajo? Ajo me nerë të ashtu. Kështu që mos e vrit mendjen për atë pjesë, nuk të bën dot asgjë. Po ajo duhet kuptoj se me këtë që bën del nga Islami. Kjo që shti fallë më sheqer, del nga Islami, nuk i pranohet asaj, as namazi, as agjërimi, as zekati, as haxhi, as umreja, as vajtja në Qabe, nuk i pranohet asgjë. Kështu që të lutem tregoje këtë video kësaj, edhe thuaj që stop, sepse kështu ti del nga Islami. Me fry, me shti fallë, me bë kështu muhabetësh, këto janë gjëra që nxjerrin njeriu nga feja. Po ti mos e vrit mendjen se ty s'ka çfarë të bëj, inshallah, ti fal namaz 1. Bëj dhikrin e mëngjesit dhe darkës 2, bëj dhikrin para gjumit 3, ruhu nga gjunahet e mëdha 4, me shpresën e Zotit nuk ka çfarë të bëj, jo kjo, po gjithë fallxhorët e Kosovës me umbledh nuk kanë çfarë të bëjnë. Kemi një të afërmin ton, që është në një gjendje shumë të keqe shëndetësore dhe e kalon amanet gruas edhe fëmijëve që kur të vdesi ta djegin. Ai nuk është në fenë islame. A e ka për gjuna gruaja e tij dhe fëmijët që ta çojnë në vend amanetin e tij apo jo? Nuk i lejohet familjarëve që këtë lloj amaneti dhe porosie ta çojnë. Edhe pse ai e kalon vetë me amanet, edhe pse nuk beson botë tjetër kështu muhabetësh, nuk lejohet. Sepse çdo amanet që bie ndesh me rregullat tona të besimit nuk lejohet që të çohet në vend. Në këtë rast djegja e trupit të njeriu në Islam nuk lejohet. Edhe nëse personi e kalon vetë këtë amanet, nuk çohet ky amanet në vend. Nëse e çojnë këtë amanet në vend, bëhen dhe këta ortak në gjunah njësoj si personi që e kalon amanetin. A është e vërtet që kur bie breshër duhet të hash një kokur nëse je fëmiu i parë i familjes dhe kështu breshër i pushon? Sepse unë e kam provuar një herë, thotë dhe i ka filluar më shumë të bjerë. Alhamdulillah që e pas ke vërtetu vetë që ky është gomarlik me ok, se ka gomarlik në faza. Ky është gomarlik me ok. Pra jo e thjesht, shumë i përbër, shumë i fryrë. Kështu që ti e pas ke provu vetë që është besytni dhe rren, kështu që stresit 0. Pash një grua sot që ishte duke mbledhur disa gjethe dhe po i qepte me fije. Kënë gjutet e qepte, është fjallë. Si është e fjallë? Qepte me penjë. Aha. Që keni agjërushëm gjithë, mashallah. Dhe pastaj donte t'i lidhte me i deg peme, po sa e pash, i fola dhe e përzura, se mendova se po bënte magji. Sa i thash ik se do të lajmëroj policinë, e hodhi nga dora dhe u largua. Shumë mirë ke bërë, mashallah, Allah të shpërbleft. Shumë mirë ke bërë që e ke ndaluar, me këto gjërat, digji. Allahu na ruaj, Zoti na ruaj. A lejohet që të punohet e të mbillen pemë për ditë të shtune, nëse je musliman? Po. Ne muslimanët punojmë gjitha ditë të javës, nuk kemi ditë që s'lejohet me punu. Nuk kemi ne sabat. Ne muslimanët nuk kemi sabat. Kështu që lejohet me punu dhe me mjell dhe me bë gjithçka për ditë të shtune. A konsiderohet zina vetëm marrëdhënia intime për akti seksual apo edhe për qafimi dhe puthja me një vajzë? Sepse kam dëgjuar disa që thonë për qafimi dhe puthja nuk janë zina e madhe. Ka thonë populli mos luj me zjarrin. Kësaj thonë me lujt me zjarrin. Jo po e madhe apo e vogël. Puna është, Allahu tha në Kur'an, wala taqrabu zina. Mos ju afroni imoralitetit.
Nuk tha mos bëni imoralitet, mos ju afroni. Pse? Sepse njeriu nuk mund shkojë drejt e për drejt në imoralitet, po shkon në imoralitet duke ju afruar, dal nga dal derisa ti lehtësohet dhe ti verbohen syt kur i thon. Kështu që ajo faktikisht nuk quhet zina me kuptimin e kodit penal islam që zbaton mbi të ligjin. Okej, po që është haram, është haram. Nuk e ka gjykimin e zinas asaj që është. Po këto që duan të ndajnë gjonat kaq me gramatore, mendoj që rrezikojnë shumë. Kështu që boni atë që thot Zoti në Kur'an, mos ju afroni. Mos ju afroni shkaqeve dhe sebepeve që ju çojnë në zina. Për këtë arsye Zoti tha ul shikimin. Ti thu puthja për qafimi, ledhatimi edhe fërkimi. Atëherë shife, kjo është faqja hubby. Atë çfarë thot hubbyja? E përmenda faqen sepse dua që njerëzit të largohen nga kjo faqja dhe të kuptojnë se është një faqe që mashtron në emër të Islamit. Shife kapi, se e pasë zmadhu. Qa thot? A ta shohim qa thot hubbyja, Hubbyja thot, disa dobi të duase të hijatit. Në qoftë se është tatësirë dhe dëshiron të bjerë shi, këndon e të hijatin, rren, mashtrim. Qoftë se fëmija është agresiv dhe është i shqetësuar, këndon e të hijatin, rren, mashtrim. Qoftë se këndon gjatë gatimit, të shtohet bereqeti, rren, mashtrim. Qoftë e thua 41 herë në ditë, të shtohet pasuria, rren, mashtrim. Qoftë dëshiron të kesh marrëdhënie të mira bashkëshortore, këndon të hijatin, rren, mashtrim. Qoftë ke një të smur, këndoja 107 herë. 107. As 106, as 108. Dhe ai do të shërohet, mashtrim. Kështu që larg kësaj faqes që e pas ka emrin hubby. Vazhdojmë. Është gjëna në qoftë se e çojmë foton, si sa e fortë është kjo. Është gjëna nëse i çojmë foto dorën tonë ChatGPT-s për të na thënë dhe për të na lexuar fatin. Ka filluar ChatGPT-ja të shti fall. E ju shplaft morte, shplaft ju zot si njerëz, zoti më, alhamdulillah. Kuptonte? Është njësë se i bë foto filxhanit, këndodh, i bën foto filxhanit dhe ja çon ChatGPT-s dhe lexon chati. Nuk ka e zoti më. Me pa dorën ato arxhofkat në për rrugë është haram dhe gjunaf. A i thonë arxhofka, kështu pa i thonë? Kështu i thonë aty në. Nuk i na do bot diskriminim, kështu i thonë. Është haram dhe gjuna dhe del nga Islami, qofse e beson atë që të lexo dorën, del nga Islami. Po edhe nëse beso ChatGPT-n, kur të lexo dorën që i çoti foton, del nga Islami. Edhe nëse lexon ChatGPT-ja filxhanin tënd dhe të parashikon fatin, del nga Islami. Allahu na ruaj, Zoti na ruaj. Po nëse e bën për kuriozitet, po ja çoj herë dorën ChatGPT-s ose Grokut, ose si e kanë ato emrat, genius si kanë emrat. Nëse e beson del nga Islami. Po nëse e çon për kuriozitet, nuk e beso, po thjesht për kuriozitet, 40 ditë nuk pranohet namazi. Allahu na ruaj. A funksionon dhe a ka ndonjë mënyrë për të bërë rukje dikujt pa qenë fizikisht personi? Jo. Kush thotë se bëj rukje pa qenë personi prezent është nona
është nona vetë, është kokra mashtrusit. Duhet të fut në burg. Le të shohim një nga faqet e tjera. Faqja ka emrin, lejse ka pas ka emrin. Ka pas ka emrin, mashallah. Feja e vetme e pranuar te Allahu është Islami. Hajde emër, hajde. Tani të shohim çfarë mufkash kanë fut këto. Faqja e vetme e pranuar, që ka grup me sa duket, edhe që nga një emër këtu, Allahu zoft, ka fut këtë hadith. Në çdo sheg patjetër gjendet një pikë nga uji i xhenetit, Muhamedi. Mashtrim, rren. S'keni ku të çoni shegët jo dhe shpiftni, rreni, boni rrena. Mos gënjeni, mos mashtroni. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush gënjen në emrin tim, pra në emrin e pejgamberit alayhis salam, thot diçka që ai nuk e ka thënë, le të përgatisi vendin e vet në zjarr xhenemit. Mos gënjeni, mos mashtroni njerëzit. Nuk është faj i askujt pse nuk ju ecën juve tregtia e shegëve. Shegët janë shumë të mirë për shnetin, për gjakun, por nuk ka kështu muhabetesh. As ujë xheneti, as lëng xheneti. Xhaida. Na argjut jetën. Jam e diagnostifikuar me kancer dhe mjekët më kanë thënë të ngri vezët. A lejohet? Po lejohet. Pra, ishen vezorët, ngrihen, dhe kur shërohet, i vendosen prap ose i plenohen jashtë, lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. A lejohet martesa një djali musliman praktikant i besimit islam që falet në xhami me një vajzë që beson në Zot, mundohet të praktikojë besimin islam, por babajnë e ka dervish? Po, lejohet, elhamdulillah. Ajo është muslimane, është besimtare. Inshallah bëhet sebeb ajo që edhe baba bëhet besimtar musliman sipas Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salam. Inshallah është sebeb për hajër. Kështu që lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Kam dëshirë thot ta pyes hoxhën, sa ai nuk e di që i lexojnë mesazhet. Kam dëshirë thot ta pyes hoxhën çka thot Islami për skizofreni. Shkon në spital thot Islami, shkon ke doktori, merr ilaçe, merr gjilpona. Alhamdulillah. Ja, kemi një faqe tjetër, a shkoj dita sot të umor me faqet. Faqja e pas ka emrin në TikTok që e ka, shërim me Kur'an. Shërim me Kur'an. Hajde, çfarë thot kjo faqja? Që e ka si nën Ferideja, nuk ka kule udhat. Pastrojmë stresin, anktin, problemet me frymarrje, mendimet negative, shërojmë magjin, dhimbjen e kokës, dhimbjen e lukthit, po dhimbjen e hemorraideve, a e shëroni ju nëne? I Zotin madh, alhamdulillah. Larg këtyre njerëzve dhe larg këtyre faqeve. Larg këtyre njerëzve dhe larg këtyre faqeve. Pra mos u mashtroni nga emrat. Kjo është ide. Për këtë arsye unë i përmend emrat e faqeve apo të grupeve në mënyrë që ata të kuptojnë se kur të postojnë diçka ne do t'i demaskojmë. Vallahi nuk do t'i tolerojmë dhe nuk do të tregojmë, si më thonë, kështu kujdes. Jo më këta njerëz që duhen demaskuar që kur postojnë për Islamin ose duhet postojnë diçka që është e saktë ose përndryshe do të dalin këtu tek televizori. Jam e martuar, burri fal 5 vakte të namazit, por më masturbon dhe kur i kërkoj unë për intimitet thotë që jam lodhur. Vdall insan, vdall. Vetëm burr nuk je, të falë Zotit, vetëm mashkull nuk je. Mund të jesh çdo gjë tjetër përveç mashkullit, përveç burrit. Për Zotin e madh, vallahi bilaj, për Zotin këta nuk janë njerëz. Pasha Allahun, këta nuk janë njerëz, vallahi bilaj. Ka grun aty. Se kuptoj pasha Allahun, për Zotin. Vallahi nuk e kuptoj, për Zotin.
Për Zotin, ky është një nga ato rastet që femrës të lejohet kërkojë divorcin. Se femra për çfarë është martuar valla, të shohë burrin si masturbon? S'ka kush i vret valla për Zotin. S'ka polici që i arreston pasha-Allahun për Zotin e madh. O tyt, thirrë menjes o rrot, se grus në këtë rast i lejohet me unda o qyp. Zotin, mos pas një jo pik menja, po. Vallaj bile mos t'jen pyetje këto që vinë nga njerëz serioz të duken pa imagjinueshme, pasha Allah. Për Zotin e më, vallaj bile, për Zotin. Nuk e di. Kur të gjejmë ezanin nga sahati, a duhet të ndërpresim punët dhe leximin? Ja, mos ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Po t'ishte muezin, përsërit fjalët e muezinit. Po sahati, atë punë ka, s'ka punë tjetër. Kur ditët e agjërimit i ke bërë të gjitha, duhet më agjëruar 6 ditë mbrapa? Po, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 ditë nga muaji që vjen, mas ti, pra që është siç jemi ne tani, Allahu ja shkon për sevap, për shpërblim sikur ka agjëruar gjithë vitin. Desha të pyesja thot për këtë hadithin. Ndërsa po flija, më erdhën 2 burra dhe më çuan në një vend shumë të ashpër. Aty pash gratë të varura dhe gjarprinj që i kafshonin. Tash kush janë këto? Më thanë gratë që i privojnë fëmijët e tyre nga gjiri. Hadithi është i saktë, po ka nevojë për komentim. Nëse nona nuk i jep gjë fëmisë dhe dëmtohet fëmia për këtë gjë, atëherë kështu është ndëshkimi i asaj nëne që nuk jep gjë fëmisë dhe dëmtohet fëmia. Ama nëse nona e ka zgjidhur muhabetin me qumësh tjetër, për shembull, ose me gjithënse tjetër, ose e ka mësuar me ushqim, nuk e përfshin ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Desha me të pyet për punën e gjelit, pasi në shumë varrime, kur vdesin 2 veta brenda vitit nga një fis, thojnë se duhet me prek kokën e gjelit dhe me avu të këmbët, që mos me marrë dhe 1/3 me vedi, që ka nga Shkodra, e zbulova me vedi, Shkodra. Pra këta e pas kanë kështu, kur vdesin 2 veta nga i shtëpi ose nga i fis, që mos vdesi i treti, që mos të morin tretin me vete, therin i gjel, a? A keni ju nga Shkodra këtë? Elhamdulillah. Pra e kuptova se nga ka ardhur pyetja. Ai vllai e vërtetoi. E pas kanë traditë që kur vdesin 2 veta nga i familja ose nga i fis, që mos të morin 1/3, tak kokën e gjelit ke komët, edhe shpëtoni treti, besytni, paganizëm. Do ta kenë nga Rozafa këtë muhabetin, ju kanë kelqish nga Rozafa. Nuk e di, a nxjerr më qumësh të Rozafa apo ju ka thaj qumësht i shkretës? Se Rozafa kur dëgjoj kështu muhabetesh, do t'i filloj qumështi prap. Që na ka gjetë me këta njerëz për Zotin. Edhe Rozafën e lanë pa mend këta për Zotin. A më lejo që të kërkoj divorc nga bashkëshorti sepse më dhunon për gjërat më të vogla, më godet dhe më bën me shenja, pastaj e mohon, më thot në ke bezdis ti e ke ti fajin. Absolutisht që lejohet, po. Ti edhe mundurojsh, të thuj ta hoxha, ndau, nuk të ndau, po. Ti po durove, alhamdulillah. Kërcet me orar, kërcet pa orar. Mos u ankot paktën, po durove, duro. Ama fetarisht me islam, nëse goditja e burrit lën shenja, absolutisht femrës i lejohet që të kërkojë divorcin dhe nuk është as pak mëkatar dhe gjunafçare. Dhe unë nuk e kuptoj, domethënë një mashkull që shkon deri në këtë lloj faze, deri në këtë lloj grade. Nuk e kuptoj për Zotin. Por zotni, nëse nuk shkon puna, i bi drejtim situatës. Thuaj selam aleikum, aleikum selam. Çfarë i takon, çfarë nuk i takon, si është puna, ç'është është puna edhe ec, gjithsesi cilin shtëpi vet. Po e me vodore, me rraf. S'ka të bëjë me njerëzillikun pastaj. Është jashtë njerëzillikut. Ky muhabet është muhabet kafshëror.
Sot kam fillu Çfarë thotë? të mbaj. Ai. Selam aleikum i nderuar. Shpresoj që të jesh mirë. Sot kam fillu të mbaj 6 ditën të agjerimit të Shawalit. Shpresoj që ta tash mirë. Edhe po them që ta marr 6 ditë të rresht apo ta marr një ditë hënë dhe një ditë ente që t'i plotësoj. Aman e vetëm maje, se po ik Shawali të u menu. Vetëm maje 6 ditë, nuk ka problem. O të rjesht, o të ndara, o të hona dhe tentet, nuk ka problem. E rëndësishme është që ta marrësh 6 ditë në vllajim dhe stresit zero. Po shikoja motin në cel, për në celular, për këtë javë dhe i them personave që kisha afër që do prishej koha. Po thuj do vrojtohej, do prishej koha. Do bëj koha xhunub. Nga mesjava dhe filloi muhabet një poshtë koha e plakave. Si është puna e këtyre plakave o hoxh? Se gjithmonë sa mbaron marsi dhe pa fillu prilli, fillojnë dhe kthehet edhe një herë i ftohti. A ka në origjinë kjo gjë se qysh nga komunizmi e dëgjojmë këtë gjë çdo fillim pranvere? Po, edhe unë kam dëgjuar këtë muhabet. Edhe ky është muhabet kështu prallash, që ishte i plak, i tha dimrit ta hodha, edhe i gjyti kështu, a e plaka, dimrit, edhe dimri i tha, prej tjerë, ta rregullojnë që u kthy dhe herë mrapsh. Than besytni si ato perëndit greke, ke parasysh? Kështu që kjo s'ka lidhje fare me të vërtetën. Kjo është një fenomen i shpjegueshëm shkencor. Pra dihet pse ndodh kjo gjëja, rrymat e ajrit e ku dëgjon etj, dihet kjo është gjë që ndodh. Dhe stresit zero, që plakat e ku dëgjon këto muhabetesh, aman burr për Zotin. A mund të bëjmë kurban me 2 njete në Bajram të vogël, pra një njet për kurban Bajram dhe tjetrin për lindjen e vajzave, sepse nuk kemi bërë kur kanë lindur para 11 vitesh. Si të kursejmë, shqiptari ke kursime e ka mendin. Jo, nuk lejohet. Kurbani dhe adhurimet bëhen me njetet të ndara, nuk ka pse me i bashku njetet. Kështu që do ta bësh për kurban edhe trish drejt, dhe për gocat ta bësh dhe trish drejt. Si ta bëjmë për kalendarin e syfyrit dhe iftarit në këto ditë sepse nuk kemi. Ecni me kalendarin e zakonshëm. Kalendarin e normal, zbritni aplikacionin My Masjid, My Mosque, Athan, zbritni aplikacionin, aty ku thot imsak, stop, aty ku thot aksham, çele. S'ka në filozofi të madhe, nuk ka në shkencë në këtë mes. A mund të agjerojmë këto 6 ditë të hënë dhe të njëjtë? Mund të agjerosh, po ama njëti duhet të jetë për 6 ditëshin. Pastaj pse është e hënë dhe e njëjtë automatikisht është vetvetiu ditë e zgjedhur. Ama njëti duhet të jetë për 6 ditëshin e Shawalit. Agjërimi i 6 ditëve të Shawalit është sunet, që do të thotë mund të bëhet njëti deri në drek nëse s'ke ngrënë. Kurse Ramazan po. Deri në drek, duke u mbështetur në hadithin që thotë vinte pejgamberi sa se mas sabahut dhe thoshte ka gjë më hëngër sot? Thotë jo, apo mirë pa agjëroj. Domethënë e bonte njëtin mas lindjes diellit. Edhe 6 ditësh i Shawalit, nëse dikush nuk s'ka hëngër deri nga ora 10, as ka pi, as i gjë fare, po se ka pas nda me një, do ta agjëroj apo jo? E tha me që shkoj ora 10, po agjëroj sot, Shawalin, 6 ditëshin, po, është okej, po. A është pranuar fitri atyre që Ramazanin e kanë bërë diku tjetër dhe fitrat i kanë dhënë diku tjetër, inshallah, po, me shpresë Allah.
A ka ndonjë hadith që ndalon martesën pra dasmën kur bie e xhuma dhe bajram në të njëjtën ditë? S'ka, s'ekziston. Jam me agjërim dhe dua të therr një gjel. A marr gjuna? Jo, s'merr gjuna, merr sevap. Ta ish misht kënaqesh. E pa ta bon njët për sufir, po piva ujë në minutën e fundit. A ka problem? S'ka problem, jenë rregull. Se ka ca njerëz që kujtojnë që kur e ke bon njët, s'bon. E rëndësishme të jesh në kohë, nuk ka problem. Burrin pin alkool, jo aq shumë sa mode, po pin 3-4 gota. Dhe më bën shumë debat dhe më ofendon dhe unë jam agjërueshëm. S'ka problem. Ti e ke sevapin e shpërblimin tek Allahu. Usu merr me të. Hapi rrugën, thot popullin. Kam abortuar fëmijën 5 muajsh pa dashje dhe e futa tek rrënjët e thanës. Por infermierët më thanë hidhe në banjo. Nuk e dija si të veproja. Kë ka ndodhur para 14 vitesh. Hajër inshallah, çka ka ndodhur, po duhet me i vu emrin dhe duhet me i fal xhenazën dhe duhet me bë kurban. Nëse ka qenë çun, 2 kurbane, nëse ka qenë gocë, 1 kurban. Allahu ju bashkoft në xhenet. Në ka ra një rast vdekje dhe nëna është agjërueshëm. Po i kam thënë ta ndërpres këto ditë për shkak të mortit. Çfarë na thua ti hoxh se nuk i mbushet mendja? Nona që e ka pik, Allah e rujt o Zot, Allahu i dhon nonës tatë xhenetin. Ndërsa ju jeni Zoti ju rujt. Ju jeni Zoti ju falt. Me çfarë drejtë ju thoni nonës ta prishi? S'keni drejt ti thoni nonës ta prishi. Nëse është Ramazan, absolutisht nuk lejohet. Jashtë Ramazanit ka toleranca, më qenë Ramazan se kjo është pyetje vjetër, ka ardhur qysh në Ramazan. Absolutisht nuk lejohet me prish. Kështu që mos boni të zgjutin ju me dhon mend për punë të fesë ku nuk keni dije. Allahu thot në Kur'an: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Mos u prononco për diçka kur nuk ke dituri. Mos folin fenë e Zotit. Mos u boni ura xhehenemi për njerëzit. Njerëzit shkojnë në xhenet e ju përcëlloheni e disni në zjarr xhehenemit duke folën fenë e Zotit pa dituri. Mos folnin fe pa dituri. Se na e plasët shpirtin o njerëz. Kur është hëna e mirë për ta ndarë fëmijën, s'ka lidhje fare hona me ndarjen e fëmisë. Kur ta keni ju më mirë, kur t'ju bi më mirë, kur t'ju vik orari dhe ditët më të përshtatshme. Nuk ka ndarja e fëmisë lidhje me honën, është hona në zjarr apo është hona jashtë zjarrit? Është hona top apo është hona drapër? A lejohet të presësh flogut kur je me agjërim? Po mbasi e ke çel, lejohet, por çfarë lidhje ka shkurtimi i flokëve me agjërimin? Ju fal Zoti, ju fal. Çfarë lidhje ka shkurtimi i flokëve me agjërimin? Asnjë lidhje nuk ka. A mund të takojmë prindërit kur jemi me agjërim? Domethënë ti puthi mos e të na puthin, a na prish agjërim? Jo, më nuk prishet, jo. Puthi prindërit puthi. Se ke sevap dhe ke shpërblim, nuk prishet agjërimi. A bën me e çu zekatin te vllavi, pra te vllai, se është bë operaci pi zorrës, pra është bë operacion ke zorra trash. I ka 4 fëmijë thot. Po lejohet me dhon zekatin vllait, lejohet. Allah të shpërblet dhe ke 2 sevape. Sevapin e zekatit dhe sevapin e rujtjes së lidhjes me gjakun. Lejohet me dhon vllait zekatin. Do të pyesi për çështjen e zgarave që ulemi të ham zakonisht. Ata gatuan në një vend edhe derrin edhe mishin tjetër. Nëse gatuat në një zgar, mishi halal dhe mishi i derrit është haram. Nëse ka 2 zgara të ndara, është halal. Ose kanë gatuar thiun derrin ato, pastaj e kanë la, e kanë pastruar, e kanë dezinfektuar. Atëherë, okay. A mund nëse është e njëjta,
o haram, bëhet haram edhe halali për dhjamit të derrit. Për këtë arsye, ata që kanë restorante dhe e përdorin mishin e derrit, e para Zoti u zoft që ta heqin mishin e derrit, e nëse nuk e heqin, të paktën ta bëjnë me 2 zgara, që mos t'i vejnë siklet muslimanët kur të hanë në lokalet e tyre. A kam gjëna që nuk i kam shkuar për iftar kunatës, sepse më ka rënë shumë, dhe më ka idhnu shumë, e unë kam vendos mos me i fol ma. Pse këto kunata shkojnë gjithherët mirë me njëna tjetrën? Çudi e madhe është, kunatat në përgjithësi shkojnë mirë. E rëndësishme nuk ke bëj gjinof se nuk e ke shku, se nuk e ke për obligim me ju përgjigj, ama duhet me i fol kur takoheni. Se tha, ra morti e u pam, kur shiheni në njerë për mort, apo diku për dasëm, apo kur t'jenin me njerëz, përshëndetuni. Selamun aleikum. Mron më qerasen me omëlsin tiramisu për iftar, pra shpytje vjetër kjo ka për Ramazan. Hangra 2 lugë masani e mora vesh që kishte alkool, a më shprish Ramazani? Jo, nuk është shprish. Përderisa se këtë ditë s'ka asnjë lloj problemi, inshallah taala. Ja një punë po shefi na thot mos me lëshu klimën, po neve punëtorëve na vjen ftohtë. Kur nuk është ai aty prezant, a muj me lëshu? A hym gjina nëse e lëshojmë se jemi dhe me Ramazan. Lëshojeni klimën e mos e vritni mendjen. Kur të vijaj fikeni ju. Po sa t'i i dali ke dera nizeni prap. E rëndësishme është mos t'keni ftohtë ju. Po pronari e kanë terezi. Pronari që e ka zullumqar. Kjo lloj shapka lejohet kur jemi në umre ose në haxh? Pra si sandale, është tip sandalje. Tip sandalje. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi, lejohet. Më ka ndruar jetë fëmia im për shkak të pakujdesisë së dikujt tjetër. Si cilësohet fetarisht vdekja e tij? Inshallah është në gradën e shahidit. Inshallah është në gradën e shahidit. Njeriu i cili shkaktoi aksidentin ishte krishterë dhe ne e falëm, sepse Allah do faljen. Allah është shpërblet, Zoti ju nderoft. I fali 5 kohët e namazit, po mbules nuk kam, rastisht në punë e takova një gru shqiptare që dhe e falet, bisedum rreth namazit në punë. Unë marr avdes në shtëpi dhe e fal sabahun punë. Ajo më tha se kur del nga shtëpia në rrugë pa mbules e të shohin meshkujt, nuk të ngjehet avdesi që merr në shtëpi. Kjo duhet arrestu. Kjo shoqja jote e punës duhet fut në burg 6 muaj që mos të flasin fenë e Zotit pa dituri. Pse një femër është pashamin, nuk i prishet abdesi. Cilat janë netët të shënuara në Islam? Netët e Ramazanit, sidomos 10 netëshi i fundit i Ramazanit. Dhe nata e 15 e muajit Shaban, për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se Zoti i fal besimtarët dhe besimtarët të cilët nuk i bëjnë shok Zotit, apo që nuk kanë mes tyre hakmarrje. Ndërsa ndër ditët kemi ditën e Ashuras, ditën e Arafatit, 10 ditëshin e Dhulhixhes, dita e Fitr Bajramit, ditët e Kurban Bajramit, dita e Xuma. Unë punoj si një pastruese tek shtëpi e lesbikeve. A e kam haram? Sepse kam vendosur të ta lej këtë punë. Po problemi është se s'kam gjetë punë tjetër. E si është nëse vazhdoj derisa të gjej punë tjetër? Hajde inshallah. Pse punon pastruese tek shtëpia aty nuk do të thotë se leku jot është haram, apo puna jote është halal, është e pastër.
do me lënë leje më mirë, dil për ati ambienti. Qetëso, kam marrë në punë, thot shoqen time, mirë po ajo ka vendosur, kur të largohem mund të me marrë ajo këtë punën. Si t'ja bëj? Çfarë thot hoxha i shkret? A lejohet vendosje të spive tek pasyra mrena makinës ose tek marshi i makinës? Nëse e bën për besytni, për marrësi, futet ke shirku. Nëse e bën për zbukurim, s'ka problem. Fetarisht nuk ka asnjë lloj problemi. Po përdorja atyre për të na ecë mbar shirk i dhujtari. Pra nëse i vend që me të ecë mbar, kalove në shirk. Kam alopeci araate që 6 vite s'kam as flok, as vetull, as qerpik. A e kam të lejuar të bëj mikroblanding. Me sa diun është se nuk lejohet. Me sa diun pra nga rregullat e fesë dhe të besimit është se nuk lejohet, kjo është një sprovë, Allahu ta lehtësoft, Allahu të shëroft, Allahu të pastroft. Çdo herë kur bëj ndonjë të mirë, qoftë sa të ka tek njerëz apo tek kafshët e etur, them o Zot, po e bëj për hir tënd, nga se kam frikë se nuk më pranohen veprat e mira. Allahu ta shpërbleft. E rëndësishme bëhet ti të mirën se nuk ta humb Allahu. Tek Allahu nuk humb grimca më e vogël e të mirës, e jo më me dhon ujë kafshëve apo njerëzve. Si jemi me kohën? Okej, kemi kohë. Si bëhet për mishin perëndim se vazhdimisht dëgjojmë mendime. Ka një rregull përgjithshëm që thotë ushqimi i thtarëve të librit për ne është halal. Kjo është bazike. Por nëse dietarët e vendit ku ju jetoni ose hoxha ku ti falesh kanë nxjerrë një fetva tjetër, duhet esni me fetvan e hoxhallarëve atje. Do t'jap një shembull nga veptja ime. Kur kam shkuar në Norvegji, më është bërë kjo pyetje. Edhe thano hoxh, imami atje, masi e sqarova, thano hoxh, ne këtu, thashun ju këtu si e veproni, thash këtu si e veproni, thano ne këtu kena dalë me fetva, pra Bashkësia Islame e Norvegjisë kanë dalë me fetva, që po nuk qe mishi halal, i certifikuar halal, edhe pse nuk e therin muslimanët. Pra edhe nëse janë të krishterë ata që e therin, ose hebrej, duhet të jetë patjetër i certifikuar, ai mish është haram. Edhe pse në origjinë është halal, siç është pula, viçi e kështu me radhë. Në këtë rast veprohet me fetvan e institucionit ku jetojnë muslimanët. Pra ne themi ushqimi i thtarëve të librit për ne është halal, kjo është origjina, ky është rregulli bazik. Ama nëse dietarët aty vendit kanë parë që edhe të krishterët kur i therin mas ngordhjes, për shembull, ose therje nuk e kanë të rregullt, e tjerë dhe kanë dalë me një vendim tjetër, duhet të ecet me vendimin e dietarëve të atij vendi, ose hoxha i xhamisë ku falesh ti, thotë gjë, se është puna vëllezër, 1 2 3 4 muhabet tjetër. Pra mos i përzini fetvat e hoxhallarëve. Ne japim një përgjigje të përgjithshme. Nëse hoxhallarët aty ku ju jetoni kanë dalë me një fetva më të specializuar, më të personalizuar për vendin ku ju jetoni, atëherë duhet të esni me fetvan e dietarëve tuaj. Kaq. Do të bëj një operacion një ndërhyrje shumë të vështirë në zemër dhe do të mendosen 2 valvula artificiale, shumë të veçanta, sepse këtë operacion është i tillë tepër i ndërlikuar. Dhe kjo do të realizohet nga një ekip kirurgësh shumë të specializuar. Fatkeqësisht në këto valvula artificiale ka edhe inde derri. Kjo më bën të ndihem shumë e friksuar dhe e ndarë mes dëshirës të përtjetuar dhe bindjes fetare. Nëse nuk ka zgjidhje tjetër, lejohet, mos u trem hiç, stresit zero. Nëse nuk ka zgjidhje tjetër, atëherë lejohet, nuk ka asnjë lloj
problemi. Allahu të shëroft, të pastroft. A jam ndër hak të prindërve nëse jam e martuar e me shëndet të dobët dhe obligime të mëdha familjare që nuk kam mundësi t'ju shkoj t'ju shërbej. Prindërit kanë kujdes nga vëllezërit dhe janë me këmbë të veta. Jo, nuk ke mëkat tek Zoti, përderisa situata është e tillë, nuk ke asnjë gjuna dhe mëkat tek Zoti. O hoxh, a më ecën mbar puna nëse hedh sheqer në dyqanin tim? S'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Alhamdulillah. Ja, të kumëllës me nuk ka lidhje fare, hodhe sheqer, hodhe mjalt, hodhe çimçakiz, s'ka lidhje fare kjo punë. Nuk e sjell sheqeri fatin dhe marsin. Marsia dhe fati dhe bekimi vjen nga Allahu. Hape celularin. Hape, s'ka problem. Kam një pyetje që më shqetëson sot, si çdo besimtar musliman që jemi, në debate sipër me dikë të afërt, ndjen të acuruar të zësh kokën e fëmijës ose për dikën familje, që nuk bën, unë e di, po ja që ndodhi. Gabim pra gabim. Nuk lejohet që muslimani të bëj berat, betime të tilla për kokë fëmijës, për kokë babës, për shpirt nonës, për këtë diell, për këtë pikujti, për këtë tokë, për këtë dritë, për këtë lejeni këto muhabete se janë xahiliet. E rëndësishme nëse është bërë në pa përqendrim e sipër, hajër inshallah, Zoti të falt. Po duhet me qenë të kujdesshëm, Pejgamberi sa sem i erdhi një burr dhe i tha pejgamberit Zotit, çfarë porosie mjep, tha, mos u nxeh. Kënë gjuat lojën mos u nxeh? Tha, mos u nxeh. Po mirë, tha, po që tjetë, tha, mos u nxeh. Po këshill tjetë, tha, mos u nxeh. Derisa këtij i hipën nervat. Ai shumë i tha mos u nxeh, saqë ky filloi të nxehej. Kështu që robi s'duhet nxehet. Sepse kur njeriu nxehet, loz shejtani me të, siç loz fëmia me topin. A lodhet ndonjëherë fëmia duke përdor topin? S'lodhet. Kështu dhe shejtani me njeriu e nxehur. E përdor në ekstrem. Kemi dëgjuar që ti thua nuk bëhet rukje në distancë, pra knim në distancë. Po nëse një hoxh më kërkon foton time dhe të bashkëshortit që ti këndoj ai Kur'an, fotos, që e ka nona, ky hoxha që e ka nona, ky që e ka ky mos i raft hasmit nder ky hoxha se ja fik kallambat. Që ka hoxh që duhet arrestu. Sa më shpejt denoncojnë në polici, inshallah po arrestojnë edhe bjerë hall kur rahat prej ti, o Zoti i Madh. A kemi dalë nga Islami nëse djegim krip dhe kafe për t'i larguar mysyshin fëmijëve? Ja më thjesht jeni bo budallën, s'keni dalë nga Islami, jo. Po thjesht keni lujt menç në ato minuta dhe sekonda. Po çlidhe ka krypa dhe kafja për t'i larguar mysyshin, o popull, o njerëz. Nga i keni marrë këtë gjona. E rëndësishme pendohuni se keni boj gamorlik. Keni boj hajvanlik, po jo se keni dalë nga Islami, se xahila jeni e borë po se vritmen. Kur robi është xahil, i falen shumë gjona. A dalim nga feja, thot, nëse kur martohet vajza bëjmë këto adetet me karamele, me lek, me oriz që hidhen ke makina nusës. Ajo veza që hedh nusja mrapsh që lyn derën me mjalt, kur shko ke burri. Të gjitha këto janë besytni. Të gjitha këto janë besytni. Besime supersticioze. Kështu që larg këtyne gamorliqeve, këtyne paganizmave. Sepse njerëz do t'i bëjnë, po duam të na përgjigjesh ti. Hoxha thot larg budallëve se të bëjnë si vetja. Djali im u bë disa vite që ka filluar të falë namazin, mirë po para disa ditëve kemi shku te motra ime, pra te tezja e djalit. Djali ka refuzuar me i fol çikave të tezës, me arsyetimin që në Islam është ndaluar. Është në rregull kjo? Jo, s'është në rregull. Lejohet me i fol, lejohet me i përshëndet. Ndoshta s'u ka dhënë dorën,
Po me I fol, lejo, s'ka asë lloj problemi. Po ndoshta s'u ka dhënë dorë që mos I prishet abdesi. Kështu që mos u streso fort. Na të falë Zotin. Çdo gjë tani I gjë me bë robi mas qefit vet, ju direkt do ta analizoni direkt se mos është bë ekstremist çuni, nuk është bë ekstremist, po ka pas hall mos I prishet abdesi. Ju tani kuptojeni pak ca gjëna. Ej Zoti më. Kam një hall, dohet një përgjigje nga ti. Hajde, jetoj me Vjerin ka 12 vjet që I shërbej dhe po bën 2 muaj që po fut keq mes meje dhe burrit. I thot nusja ka të tjerë. Burri im jeton jashtë shtetit dhe tani po mlodh shumë me këto shpifje që bën. Atë marr fëmijët dhe të largohem se po më akuzon për gjëra që janë vërteta. Po merri fëmijët dhe ik për shtëpi. Nga kafsha. Ti shërbesh 12 vjet dhe pastaj ti thot çuni që është jashtë shtetit e ke gruan kurv. Po këtë s'ka kush e var për llape. Kisha gjë në dorë, e varsha për llape këtë Vjerrin, e lesha var 6 muaj për gjuhë. E kur ti bëhej këtij Vjerrit llapa ose gjuha 1 metër, e lëshojsha, e ta tërhiqte llapën tokë pastaj, zvarr. A lejohet me përtëri emrin e Vjerrës për vajzën time pa e bën një vit se ka vdek Vjera se e kam dasht shumë. Allahu Ekber. Tekbir. Mashallah, ja çfarë nusje, çfarë Vjere. Subhanallah. Kjo lloj nusje dhe kjo lloj Vjere vetëm libra ekzistojnë. Mashallah për Zotin, shef çfarë thot. A lejohet të përtëri gocës emrin e Vjerës se e kam dasht shumë. Mashallah për Zotin. Sepse Vjera I kalon vend vetes. Edhe kjo I kalon vend vetes, edhe e ka konsideru Vjera nusën si fëmin e vetë, si gocën e vetë. Edhe bravo I qoftë, urdhno rezultati. Ama nëse na shkoj jeta të ngju kafshërira, shqyr që ngjum njerëz, shqyr që na u dha I pyetje njerëzish, se ngelem të ngju lloj-lloj. Jam e ndar nga burri mas kaq viteve martesë, se më kishte vendosur rregulla të reja. Për shembull, duhet pyesësh babën tim që shkosh tek prindrit e tu. Ose të më pyesësh mua, sepse unë jam burri. Të zgjohesh në 5, t'ia qitesh çajin babës tim, sepse nëna do të flejë. Dhe të mos kem drejt të punojnë më. Më thoshin burrin e ke për dhomën e fjetis dhe për gjitha të tjera të ke Vjerin. Edhe për këtë arsye jam ndar. Mje më e ke bërë për Zotin, vallaj mje e ke bërë për Zotin. Ti pas ke pas 2 burra, pas andash me dhonë dhe I burr tjetër, pas andash me të martu me 2 burra. Shumë mirë e ke bërë, kjo nuk është jetë. Ky tipi duhet ishte ai që duhet kishte raportet dhe komunikimin, edhe çdo gjë. Pastaj gruaja nuk është mall o burri dhe tash nuk është skllave që nuk e di për Zotin. Kështu që stresit 0, ja ke bën mirë fort. Jetoje jetën tate, futi të martuar tani për shefin tat, e jetoje jetën tate e shqyr që të ka rujt Zoti prej kësaj mhallje. Po du me pyet për përgojim, nëse mundesh me ma shpjegu kur lejohet. Përgojimi është nga gjunahet e mëdha. Të përmendesh të mentat e dikujt pa qenë ai prezent. Po pse me qenë prezent lejohet? Jo s'lejohet, po kur është prezent, kërcet dajaku, I përgjigjet vetë, po kur është prezent, quhet gibet. Vaj e ka këtë gjën, po pse e ka pra është gibet. Se po mos ta kishte, quhet shpifje. Jo po unë ja kam thonë sy ati, po kjo justifikon që ta thush edhe mas synit. S'lejohet, është gibet. A ka raste që lejohet vetëm në rastet e më poshtë, kur e ke gjykata. Ti do të tregosh çka ka ndodhur, quhet gibet. Kur është rast konsulence, kur dikush do më të morë mend për dikë, o thot atë bëj tregtim me filanin, atë hap gocën time me filanin, se ma ka kërkuar dorë etj. Kur ai e bën haptas,
Ti s'mund të thosh është gibet me përgojë një i cili pin alkool në gjitha lokalet e Shqipnisë. Se mos e përgojo, se s'është përgojë zot një e bën haptas. Pra kur gjinoja është haptas, kur e ke për konsulencë, kur e ke për hall, kur e ke tek gjykatësi, kur e ke për të dalë nga sprova që mund të sprovuar për ti ose do më rujt dikë nga soji i këtij sorollopi, në këtë rast e lejohet. A e prish adalati agjërimin? Jo, nuk e prish. Adalati që vendoset poshtë gjuhës nuk e prish agjërimin sepse e thith damari dhe nuk shkon nëpërmjet fytit poshtë. Dje në akşam duke parë kalendarin ngatrova minutat e syfyrit dhe të iftarit pa dashje dhe e çela 1 minutë përpara. Stresit zero. Pa dashje 1 minutë s'ka gjë. A lejohet të jepet zeqati i pasurisë në fillim të Ramazanit se vitet e kaluara kam dhënë në fund? Jo. Do ta japësh kur obligohet. Përderisa ti e ke dhënë vitet e kaluara në fillim të Ramazanit, do të vazhdosh ta japësh në fillim të Ramazanit. Pra, anestezia dhe punimet tek stomatologu, a e prishin agjërimin? Nuk e prishin në mendimin më të saktë të dietarëve. Me bon njetë për sabah me i falë 2 sunet për Muhamedit alayhis salam. Lejohet? Jo, s'lejohet. Sunetet falen për Allahun. Nuk lejohet më u falë suneti për Muhamedit alayhis salam, se del nga Islami. Medikamentet mas iftarit, po më thot njoni që s'lejohet. Arrest, ta arrestojmë xhahilin, ignorantin. A mund të shkojmë tek dentisti kur jemi agjërim? Po, mund të shkoni, s'ka asnjë problem. Marrja e gjakut marrja e gjakut për të matur diabetin, a e prish agjërimin? Jo, nuk e prish. Jam 2 muaj e 7 zënë dhe kam shumë të vjella me ushqimin që haj dhe përdor disa kohra dhe nuk e di nëse e mbaj agjërimin. S'ka lidhje, stresit zero. Nëse s'ke mundësi me e majt, mos e maj, agjëro më vonë. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Gjaku për analizat mjekësore nuk e prish agjërimin. Të në pyetjet vjetra, a lejohet me majt agjërim kur je me kolit dhe del gjak? S'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Agjërimi është i saktë. A lejohet agjëroja jam 13 vjeç? Po lejohet. Madje edhe mund të obligohet. Varet a ka arrit pubertet apo jo. Na kanë pasngel ditë nga agjërimi i kaluar dhe erdhi Ramazani i ri. Si bëhet? Tani mas këtij Ramazanit duhet i bësh edhe të kalumet edhe pastaj 6 ditë. A kam të drejtë agjëroj sepse jam shtatzën në muajin e 8? A ka problem për beben? Mjeku më ka thënë nëse mund vazhdo. Po ti ke pyet mjekun, pyet mua. Unë jam ginekolog. Unë vërtet është titulli doktor, po doktor kështu në antropologji, jo për ginekologji. Kështu që bëhet çka ka thonë doktori, nëse vazhdo. Jam një në fëmijë 11 muajsh dhe kam gjithënia. A mund të agjëroj? Mund të agjëroj, sa problem. Nëse sjell komplikacione, mundesh. S'ka asnjë problem. Punoj lavazha, më prishet agjërimi nga që përdorim aromatik të ndryshëm për makinat? Nuk prishet. Aroma që e prish agjërimin është vetëm ajo me tym, nëse e bën me dashje dhe me qëllim. Ama nëse ti hyn në një ambient ku ka aromë me tym, nuk prishet. Ama nëse ti e bën vetë dhe e thith me qëllim, prishet. Okej, atë po mjaftohem me kaq inshallah.
E fundit fare thot, aktualisht po merrem me mjekim për depresion, po pi ilaçe, a mund mos të mbaj Ramazan për shkak të mjekimit, e ta mbaj më vonë? Po, s'ka asnjë problemi. Pyetje vjetër, po nejse, po tjetë aty si pyetje.